Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilim pikërisht këtu në kanalin ton Monitor TV për të komentuar rreth ngjarjeve më të nxehta, rreth temave që në fakt ju keni më së shumti interes. Janë të shumta pyetje që më parashtrohen në DM, si në Instagram ashtu dhe në TikTok, duke më pyetur publiku më gjerë, Tiranë çfarë po ndodh me yjet shqiptar? Tiranë konkretisht çfarë kemi në raportin e Brikenës, Mateos, duan në fakt të dinë përtej fotografive që shohin, duan të dinë përtej videove që shohin në për story, duan të dinë përtej gjithçkaje për jetën e tyre, për përditshmërinë, për momentet, për çastet, për gjithçka që në fakt që e rrethon këtë dyshe. Ju e dini shumë bukur që ditën e djeshme kemi ndarë një moment shumë fantastik, një moment shumë emotiv, le ta themi, të Mateos edhe babait të tij. Mateo dhe babai kishin vendosur që pas një periudhe të gjatë të angazhimeve larg njëri tjetrit, t'i përkushtohen njëri tjetrit dhe të darkojnë në një moment shumë të bukur me njëri tjetri. Një fotografi që në fakt mori vëmendje të jashtëzakonshme, u komentua shumë, u përqafua nga publiku shqiptar, ne gjithmonë i përqafojmë këto momentet e bukura. Por pyetja ishte se ku është Brikena, çfarë po ndodh me Brikenën, pse Brikena nuk ishte pjesë e asaj darke. Brikena ditën e djeshme ndodheshte në Prishtinë, do të thënë ndodheshte në apartamentin e saj, ndodheshte në shtëpinë e saj. Është më se normale që Mateo dhe Brikena gjatë të gjithë vitit, një muaj apo 2 javë apo thënë edhe 5 ditë të mos të jenë bashkë sepse Brikena ka dhe shtëpinë e saj në Kosovë, por rëndësi ka që raporti edhe dashuria e tyre është shumë fantastike, është shumë e bukur dhe dyshja jeton momente shumë të bukura, do të thënë jeton çaste të bukura. Mateo dhe Brikena ishin pothuajse shumë të kënaqur dhe shumë të gëzuar bashkë, do të thënë e jetonin ndjesinë, e jetonin momentin e tyre me shumë kënaqësi. Tani, ditën e sotme, Brikena kërkon një ndihmë në grupin e saj të hapur në Instagram. Ajo kërkon një ndihmë se çfarë ideje dhe çfarë lokacioni do t'i japin ndjekësit e saj në Tiranë që Brikena të bën një video të bukur. Do me thënë e konfirmon që është duke udhëtuar me Mateon drejt Tiranës. Gjë që tregon që dyshja nuk mund të rinë shumë larg njëri tjetrit, do me thënë duan me patjetër që të jenë pranë njëri tjetrit, duan me patjetër që ta shijojnë momentin e tyre dhe duan me patjetër që të dashurohen çdo ditë edhe më shumë. Brikena po vjen në Tiranë për të kaluar një fundjavë të bukur me Mateon, po ndoshta edhe për ndonjë plan të saj, por pyetja që në fakt është shtruar së fundmi dhe që publiku ka një kurreshtje është kjo: a do të kemi një dasëm edhe një fejes nga ana e Briteos, nga ana e Brikenës dhe Mateos? Në fakt ishte një premtim i dhënë nga ana e babait të Mateos, pse nuk po realizohet dasma. Unë e them gjithmonë, dasma është një proces e cila vjen nga dashuria. Aty ku ka dashuri me patjetër që ka dhe dasëm. Më pëlqen forma se si e kanë përzgjedhur Brikena dhe Mateo, do me thënë ta shijojnë marrëdhënien e tyre dhe ta jetojnë marrëdhënien, sepse nuk ka më bukur se sa të dashurosh, nuk ka më bukur se sa do me thënë të ndërtosh këtë dashurinë mbi marrëdhënie, dhe unë e shoh realisht një dashuri fantastike që Mateo dhe Brikena kanë ndërtuar dhe këtë po e shijojnë, këtë po e jetojnë, këtë po e gëzojnë dhe këtë gjën po e ndërtojnë edhe më shumë. Me patjetër që do të ketë një dasëm, nuk do ta kishte lënë një baba shqiptar një djalin e tij pa dasëm, dhe në këtë rast do me thënë siç është Mateo që ka një fokus, që ka një vëmendje, që ka një dashuri të madhe nga publiku shqiptar, me patjetër që po, do me thënë edhe dasma do të bëhet një fejes e bukur, më pas do të bëhet edhe një martesë e bukur, por rëndësi ka që ekziston dhe është në favor dashuria dhe lumturia e çiftit. Do me thënë nga informacionet që unë kam arritur të marr, do të ketë një dasëm, do të ketë edhe një fejes, do me thënë që të dy familjet do të nxjerrin dhe foto së bashku, do të bëjnë dhe momentet e bukura. Është do me thënë një proces jetësor, por rëndësi ka që çifti dashuron, rëndësi ka që çifti është bashkë. Mateo dhe Brikena kanë vendosur një herë fillimisht që të shijojnë marrëdhënien e tyre,
ta jetojnë marrëdhënien e tyre, të kënaqen në këtë marrëdhënie, të shëtisin, të argëtohen, ta ndjejnë edhe më shumë praninë e njëri tjetrit dhe më pas, domethënë, duke u fokusuar tek biznesi i tyre, që biznesi i tyre tashmë është shumë i rëndësishëm. Në këtë rast, domethënë, investimi që ato do të bëjnë në media, në emisione, domethënë në rikthim, sepse u bindëm edhe një herë që janë personazh dinjitos dhe media i do dhe ekrani i do dhe i dua me patjetër t'i kemi në tregun ton të medjes, me patjetër do t'jem pjesë e Top Channelit dhe më pas e patjetërsueshme që do të bëjnë organizimin e momenteve të tyre më të bukura, organizimin e dasmës, organizimin e gjës më të çmuar, domethënë gjës që do të mbetet në kujtimin e tyre apo në atë arkën, atë syrtarin e tyre të dashurisë. Është i vetmi çift që mund ta themi me shumë gojë, që domethënë kemi vetëm gjëra të bukura nga ky çift, kemi vetëm gjëra pozitive, kemi vetëm gjëra me energji të mirë dhe besoj që gjithmonë do të na trashëgojnë në këtë formë me momente të bukura. Mateo dhe Brikena tashmë do t'jenë në Tiranë, do ta shijojnë ngrohtësinë e Tiranës, do t'i shijojnë vendet e bukura të Shqipërisë, sepse unë e di që Brikena këtë fundjavën e përdor pak edhe për plazh, edhe për ngjyrë verore, domethënë dëshiron që ta shijon deri në maksimum dhe normalisht janë në pritje edhe të nismave të bukura që me patjetër do të jenë pjesë edhe Mateo dhe Brikena. Domethënë kemi shumë gjëra të bukura nga çifti, le të themi që kemi vetëm gjëra pozitive. Unë mundohem që të marr më të mirën e çiftit dhe kështu që ta shijojmë, ta jetojmë, ta duartrokasim këtë moment, sepse nuk ka më bukur se sa të flasim për dashurinë, nuk ka më bukur se sa të flasim për të bukurën, nuk ka më bukur se sa në fakt ta jetojmë edhe ta shijojmë këtë moment fantastik. Domethënë Brikena dhe Mateo janë në hapa shumë serioz në marrëdhënien e tyre, hapa që besoj që do ta marrin edhe ne vëmendjen, por edhe të na bëjnë që t'i duam, të duartrokasim dhe të jemi pranë tyre. Domethënë dyshja vjen më ndryshe se kur. Dhe për të gjithë ju që jeni në ankth, a do të kemi një fejes, a do të kemi një martesë, a do të kemi një rrugtim pak më të bukur nga Brikena dhe Mateo, me patjetër që po, aty ku është dashuria, aty triumfon gjithçka, aty është emocioni, aty është komplet energjia dhe kështu që domethënë le të shijojmë gjëra të bukura, le të shijojmë momente të bukura, le të shijojmë ndjesi të bukur, se nuk ka më bukur se sa të dashurosh. Ju vazhdoni të më ndiqni mua me subscribe në kanalin Monitor TV, këtu në fakt ku do të sjellim të gjitha ngjarjet, këtu ku do të sjellim të gjitha dinamikat, këtu ku do të sjellim të gjitha të vërtetat rreth yjeve, rreth Big Brotherave, rreth formateve që në fakt na kanë thumbuar për ekrani dhe na bëjnë që t'i duartrokasim, t'i duam dhe të jemi pranë tyre. Vazhdojnë na ndiqni me subscribe për të gjitha videot e radhës. Nga unë Tirona Lili, shihemi në videot tjera. Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lili, pikërisht këtu në kanalin ton Monitor TV, për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Dua të ndaloj tek dyshja më e komentuar tek Heidi Baci dhe Romeo Veshaj. Heidi Baci dhe Romeo Veshaj po përfliten jashtëzakonisht shumë, po komentohen tepër, sidomos tani që filloi të ndodhen edhe ky ndryshimi në televizionin Top Channel, që nga momentin kur Heidi ka filluar të përflitet shumë në portale që do të jetë moderatore në përputhen, ka filluar të bëjë lëvizje edhe Romeo në studion e tij në Media X, duke publikuar disa sekuenca se çfarë prapavije ka studioja. Dikur ishte e kaltër, këtë herë është e verdhë. Por çfarë po ndodh mes dyshes? Ne kemi arritur që të futemi në thelb të gjitha atyre komenteve që në fakt publiku ka pikpyetje rreth kësaj marrëdhënie. Heidi Baci dhe Romeo Veshaj janë ndarë. Kjo është tashmë edhe e thënë publikisht dhe kanë thënë të dy versionet e tyre për fundin e lidhjes. Ka folur dhe Romeo në Media X për herë të parë, por ka folur edhe Heidi Baci. Por pikërisht këtu nis edhe një tjetër histori, sepse edhe pse marrëdhënia e tyre është mbyllur, fansat kanë filluar të vërejnë diçka tjetër. Lëvizjet profesionale të dy ish partnerve duket si kur po ndodhin në të njëjtën periudhë, do me thënë në të njëjtën kohë ndodhin lëvizjet profesionale. Heidi po nis një kapitull të ri në televizion,
Romeo po ashtu po përgatitet për projekte të reja. Dhe pyetja që po qarkullon është shumë e thjeshtë, në fakt nga ana e publikut. A është kjo thjesht një rastësi profesionale mes Romeos edhe Heidi, do me thënë një ka rastis situata, apo pas gjithë kësaj mund të ekzistojë ende një komunikim i fshehur mes tyre? Tani le të ndalemi këtu. Ne nuk kemi asnjë provë që Heidi dhe Romeo po flasin fshehurazi, do me thënë që t'i sqarojmë edhe publikun. Nuk kemi një mesazh, nuk kemi një telefonat apo një deklaratë të drejtë për drejtë që të na e konfirmoj këtë gjë. Prandaj nuk mund të themi se ekziston një komunikim mes tyre. Por mund të analizojmë rrethanat në mënyrë të detajuar për të kuptuar sekretin se çfarë në fakt po ndodh mes tyre. Tani, ata të dy u njohën në një prej formateve televizive më të ndjekura në Shqipëri dhe historia e tyre u bë shumë publike. Pas përfundimit të programit, lidhja vazhdoi edhe jashtë kamerave, por në mars të vitit 2026, Romeo deklaroi se kishin qëndruar bashkë rreth 3 muaj dhe se marrëdhënia nuk kishte funksionuar për shkak të ndryshimeve në mënyrën të menduarit për jetën, do me thënë kanë patur problem në mendime, nuk janë puqur në mendime. Heidi nga ana tjetër reagoi shumë emocionalisht ndaj mënyrës se si Romeo e përshkroi këtë histori. Ajo tha se ishte lënduar dhe kundërshtoi idenë që lidhja e tyre të përkufizoi thjesht si një histori 3 mujore. Pra, edhe pse lidhja është mbyllur, një gjë është e sigurt, historia e tyre ka lënë pas shumë emocione dhe shumë pyetje. Dhe tani vjen pyetja interesante, kur dy njerëz që kanë qenë çift kalojnë nga një marrëdhënie personale në një periudhë të re profesionale, është normale që publiku të krijojë lidhje mes zhvillimeve? Nëse Heidi nis një projekt të ri dhe pothuajse në të njëjtën periudhë nis edhe Romeo, kjo mund të jetë thjesht një pjesë e industrisë televizive. Do të thënë, e gjitha kjo mund përdoret pak për marketing, do të thënë mekanizëm marketingu. Nuk kupton që Heidi nga mënyra se si po shprehet për Romeon tregon që ka një lloj pëlqimi, por nga ana tjetër, duke që gjërat kanë përfunduar. Do të thënë është thjesht koincidencë që Heidi dhe Romeo postojnë që të dy në të njëjtën kohë. Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton Monitor TV për të ndarë lajmet dhe për të komentuar në fakt të ngjarjet më të fundit. Jam në këtë minutash për të ndaluar të flas për Big Brother VIP Albania dhe Big Brother VIP Kosova. Do të nis që nga Robert Sterkaj, ish banori i Big Brotherit të vitit kaluar, do me thënë në Shqipëri, ditën e djeshme ka plas një bombë të madhe. Rogerti ka bërë me dije në Instagramin e tij që telefonata apo lajmi apo ftesa kanë bërritur. Tani Rogerti nuk e ka cituar se në cilin Big Brother do t'jetë, po nga vetë fakti që po e kërkon me Labinot Rexhën që të jenë një banor i vetëm në Big Brother VIP Kosovën, nënkupton që do të thënë Olsa Muhameti, si producente e këtij spektakli, ka bërë lëvizjen e papritur, ka bërë ftesën e Rogertit për në Big Brother. Tani çudia mund të ndodhë që Rogertin mund ta kenë ftuar dhe në Ferma, sepse nga informacionet që ne kemi, do të thënë kemi arritur të kuptojmë që Ferma është duke bërë lëvizje interesante dhe duke përgatitur shtëpinë dhe përsëri do të jetë Arbana si moderatore, do të thënë ka shansa që edhe do të jetë në Ferma, por lufta e Rogertit bëhej për në Big Brother VIP Kosova. A do t'jetë Rogerti pjesë e Big Brotherit? Unë mendoj që Big Brother VIP këtë herë do të lëshon përsëri pe dhe do të merë Rogertin edhe Labin, sepse nuk ka mundësi për të bërë audiencë më të fortë dhe për të luajtur një lojë më interesante. Çfarë do t'jepte Rogerti brenda kësaj shtëpie, do të thënë do të ishte një bombë vërtet, sepse besoj që Rogerti tashmë ka pazare të palara dhe ndoshta do të paguante një inat me një televizion tjetër, ndoshta në këtë rast Klan Kosova do të kthente inatet kundërdrejt të Top Channelit, sepse në atë kohë Top Channeli i mori gjestin edhe në një farë mënyre, do të thënë i nxori keq, le të themi mund të ishte një karma kjo e gjitha që do ndodhte. Por Rogerti e ka bërë me dije që ka marrë një lajm, do të thënë që do të jetë pjesë e platformës Big Brother në Kosovë me patjetër. Nga ana tjetër, në Big Brother VIP Albania, ndryshe nga luftra që po bëhen në Big Brother VIP Kosova
për klikime. Këtu kemi pak një stabilitet, do me thënë produksioni është duke punuar jashtëzakonisht me këmbë në tokë. Njëherë është fokusuar shumë te rikthimi që do të jetë një rikthim dinjitoz i të gjitha emisioneve, do me thënë në televizionin Top Channel, por edhe nga ana tjetër, do me thënë janë duke u përfolur se kush do tjetë moderator në këtë Big Brother, a do tjetë Alketa, a do tjetë Ledioni, dhe nga informacione që unë kam arritur të kuptoj deri më tani, do me thënë Ledioni t'i besohet edhe këtë vit rrugtimi i Big Brotherit. Do me thënë kemi shumë gjëra të bukura, kemi shumë gjëra pozitive dhe besoj që do t'i shijojmë pafund. Dua të marr mendimin tuaj në këtë rrugtim që po ndodh për Big Brother.